Ebu Uthman an-Nahdi rahimahullah tregon se ishim në Azerbejxhan me Utba ibn Farqat. Ishim në Azerbejxhan me këtë sahabi. Utba ibn Farqat, sahabiyun jalil, sahabi nderuar, radiallahu anhu. Çka kishin kërkuar në Azerbejxhan? Ishin do thonë për gjihad, luft. Dhe Omeri radiallahu anhu Utban e kishte caktuar do më thonë për wali, për udhëheqës, për komandant. Këtu, kur Omeri radiallahu anhu u shkruajti atyre një letër, u apërmendi çështjen e mendafshit, që ndoshta këta njohësit aktualitetit në thojza, kishin thonë, ta çështje janë, s'kan lidhje këta me fen, shumë vogla janë. Ju merreni me menstruacione, me lehoni, me mendafshin a bën, ne jemi tu i hap to vende tu i çliru. Kjo selefizmi i pastër. Es-selefiyatul khalisa. Shikoni thonë edhe këto çështje gjatë, do thonë Azerbejxhan kanë qenë. Sahabët e pejgamberit këta janë. Nuk janë të Abdullah Azami, edhe të kvirca të tjerë. Që kanë thënë njerëzve në Afganistan, edhe çështjet më madhështore që e prekin tauhidin, hejmalijat edhe ato të tjerit, nuk kanë thënë mos i përmendni këto, se këto të Afganistanit pastaj revoltohen edhe na quhen vahabista. Kështu ka thënë ai, domethënë koka i xhawarijve në Afganistan. Shiko ma dallimi tash, të i bone tash vlerësoje atë xhawarijin me shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabëve ridwanullahi alaihim. Domethënë Omeri radiallahu anhu ka shkruar aty letër. Kini kujdes për mendafshin, domethënë. Që dikush kishte jo për çështje e vogël, ne jemi tu marr tash me këta çafirat përballë, jemi në front me ata, këtu tu na folën edhe për mendafsh, tu na fol për lehoni, tu na fol për menstruacione. Kjo është feja e Allahut. Si ka thënë imami i kësaj kohës, u pëlqen Sheh Rabia. Selefiu e zbaton fen prej A deri në Ž. Prej A deri në Ž. Njerë në vetën e tij ai. Për vetën e tij. Jo me tregu me gishin ndaj pushtetarve, e në vetën e tij tu e haru. Familjen e tij tu e haru. Shikoni do thonë sahabët, e në prandaj kanë pas sukses. Dhe prandaj kanë çliru ato vende. Se kanë zbatu fenë e Allahut prej A deri në Ž. Edhe në këto çështje. Edhe në këto çështje, do thonë paramendo, Omeri radiallahu anhu, khalifja e muslimanëve, u shkruan letër, do thonë, komandantit të ushtrisë në Azerbejxhan. Kini kujdes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar, do më thonë, në mendafshin. Për vetëm se, do më thonë, në sa 2 gishta. Dhe ka tregu, do më thonë, me shenjë këtu, do më thonë, gishti tregues dhe gishti i mesën. Do më thonë, kaq. Vetëm kaq me qenë sasia e mendafshit në petkun e burrave. Pastaj,